Nisim me njërë me fëmijët, është rubrika ku ne bëhemi më fëmijë se ata dhe në fakt sot kemi disa sfida shumë interesante për pos pyetjeve të zakonta që bëjmë planifikimin e pushimeve, si po shkojnë punët me shkollën, edhe i pyesim më tepër për shoqërinë e tyre. Me njëherë po i prezantoj Alicia Muçolli dhe Amari Sameta. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Është kënaqësi që rikthehesh në këtë studio edhe të takojmë për herë të parë. Ke ndo pak emocione? Pak. Pak, shumë pak. Po. S'ka gjë se do i superojmë rrugës. Demi dhe Briciapi, apo jo? Demi dhe Briciapi. Shkojnë shumë mirë së bashku. Po, si dyshim. Njeni? Po, jemi shoqë të ngushta. Fantastik, jeni shoqë të ngushta. E po kemi goditur pra. Na tregoni pak, a ka nisur planifikimi i pushimeve të verës në familjen tuaj? Ende jo. Ende jo. Po përse? S'kemi planifikuar ende. Nuk keni planifikuar asgjë. Edhe në familjen tuaj? Neve po planifikojmë për shembull të kalojmë disa ditë në Vlorë, për shembull dhe në Sarand. Shumë, do pushoni në Shqip. Bukur shumë. Vitin e kaluar, ku keni pushuar? Keni patur mundësi? Unë në Borsh. Tish në Borsh, fantastike. Unë në Vlorë. Dhe disa ditë kemi ndetur diku te 2-3 ditë kemi ndetur në Sarand. Pra pushojnë në Shqip vajzat dhe ku ka më bukur. Kjo periudhë është intensive në shkollë apo më duket se merrni shumë ditë pushim tani? Në këtë periudhë. Tani ndonjë ditë marrim sepse tani afrohen dhe Pashkët, edhe marrim pushime, por tani po presim më shumë për pushimet verore. Po na tregoni pak se kur kemi qenë ne në moshën tuaj, ne kishim për Pashkë, për festën e Pashkëve kishim një javë pushim. Keni parasysh 2 javët e dhjetorit që bën në fund të dhjetorit? Ne kur ishim sa ju, bënim një javë pushim për Pashkë. E keni më këtë 7 ditorshin, apo jo, u kanë hequr? Tani më duket se janë diku te 2-3 ditë pushim. Jo më shumë, okej. Shumë, se keni pushuar dhe keni kohë të pushoni. Na tregoni për pasionet tuaja, për hobit, çfarë bëni ju pasdite? Unë luaj volejboll, shëtis me familjen time, vizatoj. Okej. Mua më pëlqen të rrit tek dhoma ime, vizatoj, dëgjoj muzikë, ndonjëherë dhe lexoj. Çfarë muzikë dëgjon ti? Cila është? Edhe unë lexoj. Cili është zhanri i preferuar? Mua më pëlqen Billie Eilish. Okej, edhe mua. Edhe tani më pëlqen disa këngë të saj që kanë nxjerrë edhe i dëgjoj shumë shpesh. Albumin e ri? Po. Po ti dashur? Kush është këngëtare apo këngëtari i preferuar? Nga muzika shqipe apo ajo huaj? Nga muzika shqipe. Kush? Kush të pëlqen ty? Kë dëgjon më shumë? Artistët tanë. Elvana Gjata, Dafina Zefiri. Elvana Gjata, më dëgjoj, më pëlqen këngët e saj shumë. Okej, bukur shumë, super. Dakor, tani. Do bëhemi gati për sfidat. Ju sfidojmë pak? Jeni gati? Sepse në qoftë se dalim ju pyesin apo për shkollën, e di që do bëhemi të mërzitshëm. Dhe gjëja e fundit që ne duam është të bëhemi të mërzitshëm. Po dhe ju të argëtoheni me ne, se në fund të fundit besoj që këto daljet në programi 7-5 keni marrë me qef, apo jo? Po. Bukur. Shumë i shkojmë tek sfida e parë. Jeni gati për një gjagjës? Po. Si jeni me gjagjësa? Unë nuk se dëgjoj shpesh, por kur kam qenë after school, në kohë të lirë i bënim. Për shembull ti dhe unë s'kemi bërë after school. Nëse dinim çfarë ishte after school. Po me gjagjësa kemi qenë mirë. Po, sepse janë pjesë e kulturës tonë. Jam me lehtë si pend, por asnjëriu më i fuqishëm nuk mund të më mbaj më gjatë se 5 minuta në jetë. Çfarë mund të jetë? Jam me Daluni këtu. Asnjëriu më i fuqishëm nuk mund të më mbaj më gjatë se 5 minuta në jetë. Jam me lehtë si pend, por asnjëriu më i fuqishëm nuk jetojmë dot ne. Nuk mund të më mbaj më gjatë se 5 minuta në jetë. Pa çfarë nuk jeton dot njeriu? Pa jetë. Pa jetë, po. Vazhdojmë. Frym? Pa frym. Fantastike, e kemi një përgjigje. Bravo. Kemi një tjetër gjagjës. Pritet ishte pak e vështirë, ishte gjagjëzat, nga që ne nuk ishim shumë se çfarë të luanim, kanë qenë pjesë e brezit ton, po kjo e bën të bukur sfidën. Kam qytete, por jo shtëpi. Kam male, por jo pemë. Kam ujë, por jo peshk. Çfarë jam unë? Harta. Kjo është e lehtë, apo? Bravo, Alice. Ishte fantastike. Mirë, kjo është e ratës, sfida jonë e ratës, sepse do i bëjmë sfida shpejt e shpejt. Dhe në fund do shpallim fituesin i cili fiton një palë pushime në Borsh. Këtë e ka nga na e vetë Surjani. Pa zë,
heshtur numëron. As kush punën s'ja mohon. Ditën natë ajo punon, kush është a më tregon. Doni ta dëgjoni edhe një herë? Okej. Edhe një Pa herë? zë, heshtur numëron. Ora. Ora. Fantastike. Fantastike. Mirë, jemi 2-1. Ikim me një herë tek Gjegjëza Radhës. Nuk e di pse ma evitove këtë Gjegjëzën, kam Samar, por s'jam Gomar. Nga Dalec, pa zhurmë fare. Shtëpinë në Kurrizë mbaj, kush jam unë, a më gjën vallë? Kërmili. Jo, Jo, por je... pranë. Ka një shtëpi që e merr kudo me vete. Dhe ka një shtëpi shumë të fortë, madje. Më të fortë se Kërmili. Dëshmë madhe se Kërmili. Ka dhe një veçori që ecën shumë ngatalt. Breshka. Breshka, 2-2. 2-2. Ikim tek Radhës. Kës fare. Çfarë udhëton në përbot, por mbetet në një vend? Tani ju një mësuar me e-maile, po... Edhe brezi ynë, po një pjesë e mirë e brezit prindërve tanë, por jo vetëm, ashtu komunikonin. Çfarë udhëton në përbot, por mbetet në një vend? Avioni. Jo, pëse mbetet në një vend. Ai udhëton lëviz nga një vend në një vend. Ka të bëj me letrat që dërgoheshin dikur. Çfarë ka të vendosur si për një? Pëllumbi. Jo, e dashur dhe pëllumbi udhëton. Çfarë ndodh me një letër për ta dërguar diku? Çfarë i duhet një letre për të quajtur zyrtare? Posta. Bravo, shumë afër. bravo. Çfarë bën posta në ato letra? Vendos diçka? Posull. Pranë. Pull. Pulla postare. E po këtu të duhet ndihmoni pak vajzat. Po, kanë dhënë të dyja përgjigje. Shumë pak. Që jeni 3-3. Jeni barazim. Barazim. Jeni një trekëndër barabrinjës. Kjo loja e fundit mua më pëlqen shumë, Është si sepse duhet. kemi imazhe dhe ju duhet të gjeni se çfarë janë. Por më pëlqen përzgjedhja që ka bërë ekipi 7x5 për fotot. Janë shumë interesante. Ja zbuloj me njëherë foton e parë dhe ju na tregoni shpejt e vëmendshme se kjo është një garë e shëndetshme mes jush. Shpejtësie, okay? Ja ta shohim çfarë ka zgjedhur. Alicia Foto Mark, të parë. çfarë është kjo? Çfarë është? Kaloni kohë ju në kuzhinë, ndihmoni nënat? Po. Mixer. Po, mikser. Si quhet, çfarë bën? Rah ushqimet. Petet. Po çfarë konkretisht bëhet me të? Është kek. Po çfarë trazon? Po ndihmoj, i thënçin. Si bëhet keku? Keku? Keku bëhet me vezë. Po, si quhet ajo gjëja përzierje? Jo mikser, por se kjo bën një produkt që ne konsumojmë çdo ditë në tavolinë. Çfarë nuk mungon asnjëherë në tavolinë? Tavolinën, sidomos tavolinën shqiptare. Kur uleni për darkë ju. Disa bëjnë me vendosin të dorë. gjitha pjatat. Disa bëjnë me dorë, Çfarë por thot mami? kolla i Ku lik përdoret kjo gjëja. Buka. Po pra, çfarë bën kjo? Çfarë bën kjo? Kjo e bën brumin. Dhe quhet? Ë, Si mund të quhet diçka që bën brumin? Bruma? Pjekës. Edhe një herë. Bruma? Triçe. Bruma triçe, është italisht. Bruma pjekës. Bruma pjekës, e bukur shumë. Ikim tek foto e radhës. E dija që do ishte sfidë shumë e bukur për fëmijët kjo. Jemi ne të sfiduar, jo më të vegjit në këtë studio. Të shohim se cila foto shkruaj. Se edhe po mësojmë ndërkohë, Po mësojmë Bruma edhe ne. triçe, me të drejtë nga Edhe unë të dija që italishtja. quaj bruma triçe. E quaja ajo që bën bukën. Unë të vështirë kam dhe unë ta them Bruma triçe si italian. Bruma triçe. Ajo që bën bukën i themi shkurt. Mirë, ikem tek fotoja e radhës për të kuptuar se me çfarë kemi të bëjmë. Shtiza. Shtiza. Keni bërë ju shtiza ndonjëherë me gjyshet? Më bën gjyshja. Po, nuk keni bërë. stërgjysha. Vërtet? Sa Gjyshja. gjë e bukur. E çfarë të thur? Të bën thur çorape, Bën do një bluzë, Po, bën triko. edhe kapuça. Fantastike. Për në dimër. Fantastike. Bukur shumë. Edhe Mirë. unë mësova dikur, Ikim por tek harrova shpejt. një tjetër foto. Të shohim. Çfarë është kjo? E keni parë fermën VIP? Besoj e keni parë. Ndonjëherë shikoj sepse Më kam parë se fillon. Super. Kjo është e ferma VIP.
Ka që bën... Çfarë bën një herë? Funksionin. E nisim nga funksioni, mos ta vështirësojmë shumë, se do ju ndihmojmë pak edhe ne. Qumshi? Jo, qumshtin e bën Lopa. Jo, nga qumshti... Rreh qumshti. Nga qumshti ne bëjmë kosin. Nga kosi... Bëjmë... Çfarë bëjmë? Gjalpin. Dhe çfarë quhet kjo, se këtu e bëjmë gjalpin. Dhe bën një gjall, ç'të të them. Edhe dhall rrjedhimisht. Dhe dhall. Si e quajmë ne këtë? S'ju thot gjë, ha? Ndonjëherë. Po, duhet ta shikoni mirë te Ferma VIP. Mirë. Se i referohen shpesh edhe fermerët. E keni dëgjuar të këngën e Dafines dhe Qyrë që thot Nafie? Jo. Se keni dëgjuar? Tilja e shpen. Elvana Gjata dhe Hamundsova. Dy bek. Dy bek quhet. Quhet dy bek. E kam dëgjuar. E ke dëgjuar, s'kishim dyshime fare, thjesht nuk keni si ta dini se nuk e bëjmë gjalpin në shtëpi. E blejmë tani. Shkëm tek foto e radhës. Kim tek foto e radhës. Ç'na ka bërë ekipi? Si quhet ky instrument muzikor, po ju ndihmoj pak. Përdoret kështu. E di, bën melodi, por... Si e muzikor. quaj? Pa, e të provojnë i fati njërë. Me F nis. Emri i këtij instrumenti. Ting, e keni parë në për filma. Vazhdo prodhotingu i ti. Quhet Firzamonik. Zamonik. Nuk e se kam dëgjuar ndonjëherë. Okej, po dhe... Që tani, Ky funksion është i kësaj. Pas emisionit, Nëse me ndonjë fjalë të re. Do lexojmë për vendosim një Firzamonik. pjesë me vizarmonik. Do kërcejmë, okej? Okej? Aty ku do shkojmë, është e sigurt që Këtë e di. fjalën Këtë e di. Të fundit. objektin din shumë mirë. Në qoftë se s'dini këtë, pastaj nuk e kemi punën mirë bashkë. E din gocët, po gocët janë dhe çfarë është kjo? nga moda. Mash? Mash. Çfarë bën me mash? Bën kaçorela. Bën flokën me I keni bërë ju kaçorela. flokën me mash sot? Jo. Kam drejtuar Gocët vetëm janë- pak. I ke drejtuar Gjitha pra, se ti e natyrale. pash i ke bërë. Mirë, dakord. Ishte e vështirë kjo pjesa e fundit, ë? Jo. Ishte sinqert, jo. Mirë. Mirë, tani keni ndonjë përshëndetje të veçantë? Unë kam mamin që ka ikur për pushime edhe doja ta përshëndesja. Okej. Ke ndonjë porosi, ndonjë dhuratë që kërkon, Të apo? sjell diçka? Jo. Ku është për mama? thjesht shumë dashuri. Mami ka ikur në Dubai sepse ka pasur ditëlindjen mami i saj. Gjyshe. Fantastike. Gjyshe. Fantastike, Shumë fantastike. mirë, që të sjell ndonjë çokoladë nga Dubai, pra çokoladë Dubai janë të famshme. Më ka sjellur diku tek 8, po nuk kam porosi. Për gjithë fisin, domethënë. Zemër, keti ndonjë porosi apo ndonjë Unë kërkesë? do përshëndes tezët që i kam jashtë. Ku janë tezet? Njërën e kam në Kanada, njërën e kam në Itali. Vinë shpesh? Në Itali do më vi shumë shpejt, dërsa në Kanada nuk e di fare. Mirë, meqense- Që i përshëndes. I përshëndet. I përshëndesim edhe ne Mirë, shumë, nga një edhe kërkesë fami- për tezën në Itali dhe një kërkesë për tezën në Kanada, sepse kjo hapësirë televizive duhet shfrytzuar. Çfarë do të sjellë ajo Kanadas? Duhet ketë më shumë para ajo. Kërkon diçka, tani shpejt. Çfarë do? Një laptop, një iPad, çfarë do? Palkufje, Një palkufje. Teza në Itali çfarë do të sjellë shpejt diçka? ta roba. Ca rroba. Tezet i morën porosit e tyre, mami mori përshëndetjen e tyre, ne ju falenderojmë shumë. Ju presim prapë në studio. Ju presim sërish, edhe Urojmë urojmë shumë shumë të të krijeni argëtohemi me quizin që ne ndërtojmë, kështu që besoj do ktheheni sërish apo jo? Po. Mirë. Edhe unë kam një kërkesë Një për super tezet. fundjavë. Jo, ti besoj ke bërë kërkesat e tua duke të njohur. Tani jam Ikimi rritur. shkëputje, kthehemi vetëm pas pak.